Allahu i lartësuar kur e zbriti Ademin dhe Havan në tokë, së bashku me Iblisin, dhe tha, deri në ditën e gjykimit, këtu do të rini ju. Ju drejtua Ademit a.s. dhe pasardhësve të tij me disa fjalë. Ai ju tha, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaye fala yadillu wala yashqa. Juve do t'ju vijë udhëzimi im, dhe ai i cili e pason udhëzimin tim nuk do të devijojë dhe nuk do të jetë prej të humburve. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكًا. Mirë po, ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit tim dhe largohet prej udhëzimeve të mia, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكًا. Ai do të ketë jetë të vështirë, do të ketë jetë plot brenga, plot telashe, plot sprova, do të ketë strese të mëdha, do të jetë në gjendje shpirtërore të mjerueshme dhe do të goditet me sprova të rënda dhe me telashe të mëdha dhe me mjerime në këtë botë. Nuk do të jetë rahat, edhe nëse është miliarder, edhe nëse është i famshëm, edhe nëse është artist, këngëtar, kush do qoftë, në momentin që ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut, do të ketë jetë të vështirë në jetën e kësaj bote dhe nuk mund të shpëtojë nga kjo. Dhe nuk është rastësi se mua ata dhe për lajmet e tyre kemi njohuri, sepse janë të njohshëm dhe janë të njohur tek njerëzit. Dhe kështu është gjendja edhe njerëzve tjerë të cilët ja kthejnë udhëzimin Allahut subhanahu wa taala. Fam ka, autoritet ka, pasuri ka, sipas njerëzve ignorant të gjitha i ka. Mirë po çka bën? Bëhet narkoman, bëhet alkoolik kronik, i shkatrohet familja, burgoset, shkatrohet, ndoshta edhe humb pasurinë, pra telashet mëdha që i godasin nuk këta njerëz, këngëtar, artista dhe njerëz të njohshëm. Edhe pse i kanë të gjitha në këtë botë, sipas pra gjithat mirat materiale, përsëri nuk e kanë atë rati shpirtërore. Dhe secili prej jush duhet të di së paku një ose dy raste të tilla, e mos themi më shumë, që janë divorcuar, ju është shkatruar familja, apo kanë përfunduar si narkoman, apo si alkoolik kronik, apo me strese të mëdha, me smundje të mëdha psiqike. Pse? Sepse ky është ligji i Allahut për atë që ja kthen shpinën udhëzimit të tij. Nuk do të jetë rahat dhe nuk ka mundësi që të jetë dhe të jetojë rahat. Përveç kësaj, përveç se do të ketë jetë të vështirë në këtë botë, Allahu i lartësuar pastaj thot: "Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Dhe në ditën e gjykimit do të ringjallet i verbër. Para mendo çfarë të merri? I verbër, nuk sheh asgjë, nuk do të ketë dritë, do të jetë në terr dhe do ta pres se kur do të hudhet në xhehenem. Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Dhe do të thojë: o Zot, pse më ringjallet të verbër kurse në botën tjetër, pra në dynja isha që shihja. Në dynja shihja, andaj pse më ringjallet të verbër? Atëherë Allahu i lartësuar do t'i thotë: "Kedhalike atatka ayatuna fanasitaha." Këtë dënim e ke sepse të erdhën argumentet tona, ndërsa ti i le pasdore, i harove me qëllim. Wa kedhalike al-yawma tunsa, andaj edhe sot ne do të lëm ty pasdore. Sot mos prit pra mirësi prej Zotit tënd, sepse ti e harove atë dhe ja ktheve shpinën, andaj sot do të ketë dënim për ty. Do ta kërkosh shpëtimin, mirë po nuk do ta gjesh, sepse ti i harove këshillat e Zotit tënd. Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë.